Strukturat e Komisariatit të Policisë Durrës me marrjen e një informacioni se në Spitali Rajonal ish paraqitur një person i plagosur rënd me mjet prehës, organizuan punën për zbardhjen e ngjarjes. Në kuadër të operacionit baza, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur identifikimin në kohë të shkurtër të kapjes së shtetasit me iniciale TP, i cili dyshohet se në vendin e quajtur baza e Kurullave ka plagosur me thik shtetasin me inicialet LL, 21 vjeç, banues në Durrës. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesë janë gjetur thika me të cilën ai dyshohet se ka kryer krimin dhe disa pajisje të cilat dyshohet se shërbenin për prodhimin e kriptomonellave. Gjithashtu konstatua lidhja e palishme e energjisë elektrike. Pajisjet janë sekuestruar nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e Durrësit. Në përfundim, ky person mësohet se akuzohet për veprat penale, prodhim, shitje, mbajtje pa leje e armëve, si dhe vepra të tjera.